animator. Bufja! Gecko! Let them goes into the night so they can save a day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks. Vlluskat e së keqes. Jam rrugës, ekipi. A i vogli e shil në moçalin tim. Vetëm një fëmijë mund të argëtohet këtu poshtë. Edhe kush është kjo Percival? Po, edhe a i vogli e shil do ta zbuloj këtë tani. Koha për një libër qetësues përpara gjumit. Megalodon, peshkaqeni i madh sa një autobus i parapëlqyeri im, edhe në versionin 3D. Nuk qën ka jo 3D që po shpresoja unë. Djema, emergjenci heroj me pijame. Djema? Konori këtu. Amaja këtu. Mora një mesazh nga Oktobela. Ajo po më kërkon ndihmë? Çfarë? Ndoshta është vërtet në telashe. Pra, mendoni pak për gjërat që na ka bërë. Edhe mua. Më futi në kurth, më mashtroi, u përpoq të më largonte nga heronjt. Ne jemi heronj, duhet të ndihmojmë çdo që ka nevojë. E po të paktën ne duhet të hetojmë. Heronjt me pijame ja ku po vin. Drejt natës për të shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connery bëhet Ja animator. Amaja bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Ja ku është. Ajo duket kaq. Tinzare, e keqe, jo e mirë. E mërzitur. Oktobela! Oktobela, a je mirë? Të duhet një shami, një përqafim? Mësime aktrimi? Percival i shkretë është zhdukur. Ndoshta e ka në rëmbyer. Është zhdukur. Ju lutem, heronj me pijame, më duhet të ndihma juaj për të gjetur Percivalin. Ndoshta ma të gjën e vogël si bark hardhucesh? Mjetin e Geckos është për misionet. Ky është një mision. Po si kur një keqbërës ta ketë marrë atë? Në rregull, mirë. Ti kërkon në mocal, ne do kërkojmë në qytet. Ej, Percival, pra djalosh. Ej, ku je duke shkuar? Ja ty ku je, djalosh? Mos lëviz. Bukur. Të tu, Percival, pra djalosh. E ke problem të amat për një gjiro? Jo! E dija që ky ishte një kurth. Vodhi mjetin e Geckos, këtë herë e proi vërtet. Ishte shumë bindëse. Na vjen shumë keq, Gecko. Ndjesa nuk do të më kthej mjetin e Geckos. Duhet ta ndihmojmë. Hey, kthehu këtu. Të kapa. Ups, një hardhucë rëshqitës se të bishti.
qafe. Arduca zvaranike. Tani le të bëjmë një rrotullim. Wow! Është kaq e shpejt? E gjitha fal gurit të pelgut. Më fal, larve vogël. Varka jote e vogël është e gjitha imja tani. Ta-ta! Oktobela, gjithmonë E din që je i mërzitur, Gecko, por roboti me pijame po punon për diçka fantastike. Forca! Për kokën e mustaqeve është një nëndetëse, e përsosur për eksplorimin në ujë. Por unë nuk dua një mjet të ri. Dua të marr mjetin e Geckos mbrapsht. Mund të të ndihmoj në ndetësja. Do të ndjekim mjetin e Geckos me të. Kështu më pëlqen. Le të shkojmë të kapim oktapodin. Do të thuash të marrim mjetin tënd? Sigurisht. Gati për një zhytje? Po! Le të shkojmë! Mjeti im i Geckos. E shikon? E gjeta që tani. Nuk e ku të fsiesh tani, Oktobela. Wow, Gecko, kujdes më shpejtësin. Kapur si një kalamar nga dritat. Duhet të më kapësh fillimisht larv. Do të kap me këtë dhe këtë. Oh, hëpra. Kthehu këtu tani. Forca, më jep diçka të dobishme. Gjëra kapse. Wow! Fuqia e gurit të pelgut është shumë e shpejt. Shihemi larv, tani do të gjej një gur shumë të madh pelgu. Prit, ka një gur më të madh pelgu? Ku? Në këtë nëndece nuk punojnë as skanerët. Le të kthehemi tek baza dhe të përdorim skanerët. Për kokë të mustaqeve, duhet të jetë shumë e thellë. Le ta gjejmë përpara Oktobelës dhe ta vendosim te nëndecja për ta bërë më të fuqishme. Mund të jetë e rrezikshme. Gurët e pelgut të Oktobelës kanë fuqi që nuk i kuptojmë plotësisht. Mirë, do ta gjej vet. Ini. Mirë, të kapa. Kjo po që është fuqi. Në rregull, koha të kapim Oktobelën. Hey. Kush është kjo? Shoferja jote miqësore. Po si po e bën këtë? Me gurin e pelgut, sigurisht. Shiko, ajo që më duhej ishte që ti ta thyeje për mua. Dhe tani më ka dhënë kontroll të plot mbi nëndecën tënde. Apo duhet të them, okto nëndecën time. Hë? Mbau fort larv. Do të jetë një xhiro e shpejtë. Për kokë të mustaqeve, e dija që Gecko nuk duhet ta prekte. Duhet të largojmë gurin e pelgut dhe ta shpëtojmë. Forca! Oktobela! Më ndihmoni! Forca! Jam i sigur që nuk e ka dot një machot. O, ashtu?
Ç'kemi Oktobela? Vajza zok! Ktheu këtu! Ju! Jam këtu, Oktobela! Eja dhe na kap. Unë do t'ju kap! Oh, më merren mend. Gecko, përplasa në ndecën e heronjve. Nuk e bëra unë, e bëri Oktobela. Qetësou, do ta marrim mbrapsht mjetin e Gekos. Nesër mbrëma, heronjt me pijame bërtisni ura. Larva jam bati. Punë e madhe. Prisa të shoh se çfarë mund të bëj me këtë. Fuqitë e kristalit, krijoni telashe. Më bëni shumë fulluska të mëdha të këqija. Fluskat e të keqes. Fluskat e së keqes, pjesa e dytë. Pra, mendoj se duhet të flasim për natën e kaluar. Ajo Oktobela, sa e keqe është. Akoma nuk më besohet që të mori mjetin e Gekos, por do ta marrim mbrapsht. Faleminderit, Djema. Është thjesht ju nuk e dini se si është të kesh dikë që gricet me ty gjatë gjithë kohës. Po ti na ke ne? Bicikleta ime është Oktobela, sërish. Projekti im i artit. Wow! Edhe shufrat e ngjitjes. Qëja ime parapëlqyer në këndin e lojrave. Ato po shkojnë drejt shtëpisë tënde. Shpejt. Në rregull, çdo gjë është e sigurt. Jo gjithçka. Nuk do t'ja hedh paç kësaj here, Greg. O, e di. Heronjt me pijame, ja ku po vinë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Ja, animator. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Forca! Robot me pijame. Na duhet sërish në ndecja e heronjve. Oktobela, kjo mbaron tani. Gecko, çfarë duhet të bëjmë? Të mbrojmë lagjen ton. Ti bëj syt 4 për të gjitha, Percival. Nuk janë gjëra të zakonshme. Janë sendet ati të voglit jeshil. Pse nuk më pëlqen ai vogli jeshil? Alga e pelgut. Ai tha që një herë gjeti një algë magjike në pelg, në moçalin tim. E mori pa më pyetur. Po, ka kaluar shumë kohë që atëherë. Po, nuk e dinte që ishte imja. Nuk ka të bëj me algën e pelgut, karkalet torollak. Janë gjërat që ka bërë që atëherë. Për shembull që nuk më lejon të jem e keqe. Nuk më pëlqen kjo. Atëherë nuk do të pëlqej kjo. Do të marr mbrapsht gjërat e mia dhe do t'i marr tani. Ashtu mendon? Këto fluska janë të patepërtueshme. E po unë kam super muskujt e Gekos. Shumë i ngadal. Do të përdor fuqinë
fuqinë e gurit të pellgut. Artuca sfarritëse, jam kudo. Këtë e bëri roboti me pijame. Ma kthej këtu, kthej gurin e pellgut. Percival! Sinjali sekret I tentakulave. Gecko, duhet të na ndihmosh. Kemi fluska të tjera oktapodi këtu lart. Oktobela! Duhet të ruajmë qetësinë dhe të mendojmë. Hapi I parë. Çfarë janë gjithë këto fluska? Me siguri diçka që ka lidhje me gurin e pellgut të Oktobelës. Gecko, apo I dëgjon këto? Nuk mendoj se ai po dëgjon gjë. Është me shumë nerva. Jo, Lioneli! Super kërcimi I mashokut. Ha, shumë vonë. Lionel! Lajme të tjera të këqija, Gecko. Gecko? Lionel, jo edhe ti. Kaq mjafton. Mjaft, pra, thjesht po koleksionoj gjëra. Gjërat e mia. Edhe Lionelin po ashtu, gjërat e parapëlqyera. Jo të gjitha, akoma jo. Fuqia e gurit të pellgut. Pen shpupuritëse! Për kokë të mustaqeve. Jo! Ata do të jenë shumë mirë këtu. Mi kthej ata. Djaloshi I vogël jeshilshe të kuqe duhet të jesh shumë I hutuar. Fuqia e gurit të pellgut. Nuk I kap dot. Ndaj nuk I përdor dot super muskujt e Geckos. Po mundem. Guri im I pellgut. E pa depërtueshme. Nuk më kap dot. Çfarë? Por ti je hero. Ti nuk bën gjëra të tilla. Muskujt e Geckos! Artuca sfarritëse, sa mirë që u ndjeva. Gecko, a je mirë? Duhet të marrë gjithçka mbrapsht. Duhet ta bëja. Sigurisht, por... E di, nuk duhet I përdor fuqitë e mia për të bërë diçka të tillë. Më falni. Kam mbaruar tani. Do t'ju dërgoj unë në shtëpi dhe Duhet ta kesh dëmtuar atë. Oh jo! Forca guri pellgut, guri mirë. Mos u shqetësoni, do t'ju shpëtoj! Roboti me pijame. Ej, Gecko, sapo u ktheva nga një galaktik e largët. Si jeti? A I vure re të gjitha gjërat që po pluskojnë në hapësirë? Djali Max dhe bufja janë ata? Wow! Newton! Mbahu fort! Kemi një situatë të ndërlikuar këtu heronj me pijame. Sa po të kapin këto fluska, ato kthehen në... Të pa depërtueshme, e dim. Gjithashtu po na fluturojnë drejt hapësirës, e di e këtë? Nuk ka gjë. Gregu është këtu. Gecko, kujdes! Baza është shumë e madhe dhe fluskat kërcejnë lart. Ju thash që ishte e ndërlikuar. Do t'ju kapun, Ne jemi shumë, po fluturojmë në drejtime të ndryshme. për duhet ju shpëtoj patjetër. Ka një mënyrë për ta bërë këtë. E ke gurin e pellgut. Po, por është thyer. Ai ka akoma fuqi. Nëse mund ta përdorësh, mund të kontrollosh fluskat dhe të na tërheqësh të gjithëve. Nuk e di se si. E vetmja që e di këtë është... Një formë jete aliene? Oh, jo ajo.
Në rregull, do të përdorim gurin. Çfarë na pengon? Është e ndërlikuar. Do ta bëj, është e vetmja mënyrë. Mundësia ime e vetme. Super muskujt e Gekos! Hej, Oktobela, dua të më tregosh se si ta përdor këtë. O, shiko se çfarë ke bërë, ti je shiltorollak. Ti e fillove? Po të më kishe lënë të isha e keqe me ty, gjithçka do të kishte shkuar mirë. Harduca sfaritese, kjo është e tepërt. Koha të bëhemi heronj. Duhet ta përdorim të dy këtë gur. Unë do të shpëtoj sokët, edhe do të shpëtoj edhe ty. Nuk ka mundësi që ta bësh këtë. Do ta bëj. Jam një hero me pizame dhe bëj gjën e duhur. Asgjë nuk e ndryshon këtë. As ti, madje. Të më shpëtoj një hardhuc. Mendoj se është më mirë se sa të fluturoj në hapësirë. Thjesht, ti mbaje në këtë mënyrë. E shiko fluskën që dëshiron të lëvizësh. Përqendrohu. Ndjeje fuqinë. Wow. Vendos një gisht e guri. Lëvizë atje ku dëshiron të shkoj fluska. Jo me kokë poshtë. Më fal. Super kapja e hartucës. Le ta bëjmë këtë. Po jam marrë dorën kësaj. Bëre punë të bukur, Geko. Ma jep gurin e pellgut. O jo, nuk do ta jap, do ta mbajmë tek baza. O, prit deri herën tjetër. Do merrem unë me të herën tjetër. Jam një hero me pizame. Asgjë nuk e ndryshon këtë. Harrove? Ho, ju djema dhe gjërat miqësore të lumtura që thoni, edhe unë nuk i duroj dot. Mësohu me këtë. Ka edhe të tjera. Si? Herojnë me pizame, tisni të gjithë ura. Nuk po ju dëgjoj. Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë.